Në vitin 1958, në një kohë kur bota ishte ndarë në dy kampe të mëdha, kur çdo fjalë në OKB mund të ndiste ose të shuante një konflikt global, një emër shqiptar u ngrit në qendër të diplomacisë botërore. Behar Shtylla. Ky diplomat i lindur në Korçë e nisi karrierën e tij si një zë i ri në diplomacinë shqiptare, por askush nuk e imagjinonte se vetëm pak vite më vonë ai do të ulej në postin më të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në vitin 1958, gjatë sesionit të 13, Shtylla u zgjodh kryetar i Asamblesë, një nga pozicionet më të rëndësishme në politikën ndërkombëtare. Është posti që drejton debatin global, udhëheq mbledhjet ku shkruhen rezoluta që prekin gjithë planetin dhe mban peshën e përfaqësimit moral të OKB-s. Zgjedhja e tij ishte një surprizë për shumë vende të mëdha. Si mund të ngrihen në këtë pozicion një përfaqësues nga një vend i vogël, me superfuqive që përplasnin koka çdo ditë? Përgjigjja ishte e thjeshtë. Aftësia e tij për të ruajtur qetësinë në kohën më të tensionuar të shekullit. Gjatë drejtimit të Asamblesë, Shtylla udhëhoqi debate për qarmatimin, kolonializmin, të drejtat e vendeve të vogla dhe konfliktet që shpërthenin njëri pas tjetrit në Afrikë, Azi dhe lindjen e mesme. Në një nga fjalimet e tij më të njohura, ai deklaroi: "Asnjë komb, i madh apo i vogël, nuk duhet të hesh kur vendoset e ardhmja e paqes botërore." Ishte momenti kur Shqipëria, një vend i vogël ballkanik, pati zërin më të fuqishëm të saj në skenën ndërkombëtare. Sot shumë pak e din këtë fakt. Në vitin 1958, në krye të Kombeve të Bashkuara qëndronte një shqiptar, Behar Shtylla. Një dëshmi se historia nuk shkruhet vetëm nga fuqitë e mëdha, por edhe nga njerëz që vijnë nga vende për të cilat bota nuk pret shumë por marrin gjithçka.